2 të rinj kanë humbur jetën dhe 9 të tjerë janë plagosur rënd pas një ngjarjeje të rënd me armë që ndodhi në Universitetin Brown në qytetin Providence, Rhode Island, në brigjet lindore të Shteteve të Bashkuara. Të gjithë viktimat janë studentë të universitetit. Sipas konfirmimit zyrtar të presidentes së universitetit, Christina Paxton, sipas autoriteteve vendore dhe policisë, një person i armatosur hapi zjarr brenda një salle mësimi në katin e parë të godinës Beryl St. Holly, ku ndodhet Fakulteti i Inxhinierisë dhe Departamenti i Fizikës. Autori, një mashkull ende i pa identifikuar, është larguar me këmbë nga vendi i ngjarjes dhe është ende në kërkim. Pamjet e publikuara nga kamerat e sigurisë tregojnë teksa largohet nga godina, por fytyra e tij nuk është e dukshme. Sipas dëshmitarëve, ai mund të ketë pasur të veshur një maskë me ngjyrë gri me pamje ushtarake. Universiteti lëshoi menjëherë një sinjal emergjence për studentët dhe stafin, duke u kërkuar të qëndrojnë të mbyllur brenda ambienteve, të kyçin dyert dhe të fikin telefonat. Për orë të tëra i gjithë kampusi qëndroi izoluar, ndërsa forcat e sigurisë kontrolluan zonën me mbështetjen edhe të FBI-s, e cila deklaroi se ka vënë në dispozicion të gjitha burimet e saj për ndihmuar në kapjen e autorit. Janë sekuestruar edhe gëzhojat në vendin e ngjarjes, por nuk janë dhënë detaje teknike mbi to për shkak të hetimeve që janë në vazhdim. Ngjarja ndodhi gjatë një ore rikapitulimi për provimin përfundimtar në London parimet e ekonomisë. Një nga studentët që ndodhej në klasë tregon se dëgjoi disa të shtëna të fuqishme dhe pa disa studentë që u përpoqën të fshiheshin pas katedrës për të shpëtuar plumbave. Klasa ku ndodhi sulmi ka një kapacitet për 186 personash e ndodhet në një nga qendrat më të frekuentuara të universitetit. Për orë të tëra pas të shtënave pati pasiguri rreth asaj nëse autori ishte neutralizuar apo ende aktiv. Kryetari i bashkisë Brett Smiley në një deklaratë për shtyp konfirmoi se personi i dyshuar nuk ishte arrestuar dhe se nuk kishte informacione për ndonjë kërcënim të dytë, ndërkohë autoritetet vijojnë kërkimin me rreth 400 forca policie në terren. Presidenti amerikan Donald Trump reagoi në rrjetin e tij social duke thënë se ishte informuar për ngjarjen dhe fillimisht rapi lajmin e gabuar se ishte bërë një arrestim për ta përgënjeshtruar më pas. Ai shtoi se çfarë tragjedie e tmerrshme dhe u bëri thirrje amerikanëve të luten për viktimat. Presidenti i Universitetit Brown shpreu dhimbje për humbjen e 2 studentëve dhe u shpreh se përparësi tani ka ofrimin mbështetjes për familjet dhe komunitetin e studentëve. Ngjarja ka tronditur rënd komunitetin akademik amerikan, veçanërisht për shkak të faktit që ndodhi brenda një universiteti elit dhe në një zonë që konsiderohej e sigurt, ndërkohë pyetjet mbi sigurinë e institucionet arsimore në SBA rikthehen sërish në qendër të debatit publik.